Përgjatë mbledhjes së Komitetit të Menaxhimit të Sezonit Turistik janë ngritur dhe disa shqetësime për sa i përket menaxhimit të tij apo problematikave të mbartura. Eli Donçela, drejtuesi i policisë së qarkut Vlorë, pohon se nga pikpamja e sigurisë sezoni vitit kaluar ishte një histori suksesi. Por sipas Çelës, edhe për këtë vit problem mbetet zaptimi i hapësirave publike në plazhe dhe mosndarja e tyre në kohë nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, çka nxit konflikte dhe shkakton problematika. Nga pikpamja e sigurisë, sezoni i vjetshëm ishte një histori suksesi. Nuk ka patur asnjë ngjarje të rëndë me impakt për pushuesit dhe banorët. Është menaxhuar shumë mirë dhe është garantuar siguria e pushuesve dhe banorëve në qarkun e Vlorës. Siguria rrugore ka qenë një prioritet dhe vazhdon të jetë edhe për këtë vit, duke marrë masa si me shtimin e prezencën të strukturave të policisë, por edhe me përdorimin e mjeteve inteligjente për monitorimin dhe parandalimin e shkeleve në fushën e qarkullimit rrugor. Menaxhimi dhe monitorimi i zhurmave të shkaktuara nga ndotja akustike ka qenë një prioritet tjetër dhe mendoj që këtë problematik ndër vite e kemi futur në rrugë ligjore dhe tashmë ka një bazë ligjore të plotë dhe vjetë është menaxhuar dhe orari 24:00 i lejuar zbatim të ligjit për këtë fenomen është zbatuar me rigorozitet për gjatë gjithë vizës bregdetare dhe në zonat me frekuentim të lartë. Aktualisht, policia e Vlorës është duke përgatitur plane masave të veçantë për garantimin e rendit të sigurisë për sezonin turistik, në zbatim dhe të programit të punës të Drejtorisë Përgjithshme të Policisë së Shtetit, duke u fokusuar së pari në shtimin e prezencës së policisë në gjithë zonat turistike, por jo dhe vetëm zonat turistike, por në gjithë zonat me frekuentim të lartë nga pushuesit, atraksionet e veçanta turistike në gjithë territorin. Siguria rrugore, siç e thash, vazhdon të mbetet prioritet. Prezenca e policisë alternuar dhe me përdorimin e mjeteve teknologjisë ka për qëllim jo vetëm garantimin e rendit dhe parandalimin e ngjarjeve kriminale, por edhe për të qenë aty të gatshëm për të dhënë ndihmë për çdo situatë emergjente dhe nevojë për pushuesit. Problematik që kemi konstatuar nga viti i kaluar është zona e hapësirave publike, sidomos në zonat e plazheve dhe mosmandarja e moslidhja në kohë e kontratave nga Agjencia e Bregdetit për stacionet e plazhit. Çka linte vend për abuzim nga subjekte të ndryshme që t'i përdorin këto hapësira në mënyrë abuzive. Do qëndrojmë fort në këtë drejtim dhe këtë vit dhe do marrim masa për të çdo hapësirë publike destinuar për përdorim publik nga pushuesit dhe qytetarët, duhet të takojë atyre dhe ne do marrim masa të karakterit administrativ por dhe penal në këtë drejtim. Përfaqësuesja e Drejtorisë së Kufirit dhe Emigracionit në fjalën e saj thekson se sezoni veror kërkon bashkëpunim institucional për garantimin e sigurisë portuale të pushuesve. Ajo shton se është tepër e rëndësishme dhe përgatitja e infrastrukturës së nevojshme për tur operatorët turistik. Për shkak të një sezoni të ngarkuar, ajo tregon se ngarkesë ka edhe në punonësit e strukturave ligjzbatuese. Aktualisht ka përpiluar plane masash për mbajtjen e sezonit turistik. Kemi planifikuar javën e ardhshme të zhvillojmë një takim me gjithë subjektet operatorë turistik që mbulohen në qarkun Vlorë, ku kemi disa shqetësime që lanë vend nga viti i kaluar, pjesa e bregëzimeve, korridoret ujore, zona e Karaburunit është një zonë me risk të lartë për qytetarët, për pushuesit dhe turistët, për shkak se ka një dyndje tepër të lartë dhe këtu ne si institucion kemi hasur vështirësi, duke qëndruar gjithkohën domethënë me orare të zgjatura në shërbim qytetarëve. Shpresojmë që këtë sezon të përmirësojmë akoma më mirë punën tonë. Faleminderit kreujit operatorëve të turizmit detar ka qenë shumë bashkëpunues, paktën me mua personalisht. Jemi të kënaqur nga sezoni i vjetshëm, por ka akoma problematika që duhet t'i përmirësojmë. Një nga këto është edhe pjesa e korridoreve hyrëse-dalëse në zonën e Vlorës, sepse jo të gjithë i zbatojnë dhe respektojnë pikat hyrëse dhe dalëse që janë të miratura. Ervis Hoxha, tur operator turistik dhe kryetari i shoqatës anijeve turistike, thotë se problematikat në sezonin turistik janë të shumta. Sipas tij, tur operatorët nuk kanë ende asnjë informacion se ku do të qëndrojnë anije turistike dhe ku do të operojnë këtë vit. Ai shton se ka pasur probleme me sigurinë portuale, ku shpesh nuk janë lejuar të zbriten pasagjerët, si dhe një problem i mbartur ndër vite, mbetet furnizimi me ujë dhe energji elektrike për anije turistike. Duke ditur që
të tërë drejtuesit të mjeteve ujore nuk është se janë të trajnuar apo të aftë për bizneset apo për profesionin që ata bëjnë. Dhe problematikat, siç e thash, janë të shumta. Ajo që ne kërkojmë është bashkëpunimi me institucionet, me kapitenerinë, portin, kufirin, që sezoni të jetë sa më i sigurt dhe mbarvajtja e sezonit të jetë sa më e mirë. Problematikat që kemi ne si anije turistike apo si tur operator, aktualisht ne nuk kemi një informacion se ku do të operojnë anije turistike apo se ku do të punohet me anije turistike. Duke qenë se sezoni turistik ka filluar dhe lundrimet kanë nisur në portin e Vlorës, nuk dim se ku do operohet ose nuk dim me kë do bëjmë kontrata. Para disa ditësh patëm një lundrim me një anije, edhe kemi patur probleme me sigurinë portuale. Nuk na lejonte që të bënim zbarkimin apo embarkimin e pasagjerëve. Do të donim një informacion sa më të shpejt për të ditur se ku do të operojnë anija turistike. Sezoni veror gjithashtu kërkon një punë më të madhe nga institucionet pasi shumë problematika rëndojnë mbi operatorët turistik. Probleme këto të cilat janë të mbartura ndër vite dhe ende nuk janë zgjidhur.